Ju bezdisë ngjyra e verdhë e dhëmbëve, provoni këtë metodë. Mirëmbajtja e higjienës orale dhe vizitat e rregulla të dentisti do t'ju sigurojnë dhëmbë të shëndetshëm dhe të bukur. Sidoqoftë, dhëmbët lehtë mund të bëhen të verdhë. Shumë produkte komerciale nuk ju dhurojnë gjithmonë rezultatet më të mira, prandaj gjithmonë preferohen mënyrat natyrale për zbardhjen e dhëmbëve. Një ndër këto mënyra është edhe mbështjellja e dhëmbëve me letër alumini. Për ta bërë këtë metodë të zbardhjes së dhëmbëve, së pari duhet të bëni një pastë duke përzier sodë buke me krip dhe ujë. Produktin e fituar e aplikoni në dhëmbë dhe pastaj një shtresë të letrës së aluminit e vendosni në pastë. Dhëmbët duhet të jenë plotësisht të mbuluar me letrën e aluminit dhe atë duhet ta lini ashtu për 1 orë. Pastaj duhet ta hiqni dhe t'i pastroni dhëmbët tuaj si zakonisht. Kjo metodë është krejtësisht natyrale dhe nuk ka asnjë efekt ansor.